Mos e hidhni më, lëngu i turshive trajton këto sëmundje mjaft të përhapura. Ka të thëna se lëngu i turshive është një recetë e mirë shtëpiake kundër urthit dhe refluksit të acidit. Ky problem ka të bëjë me kthimin e ezofag të acideve të stomakut. Lëngu i turshive është një mënyrë shumë e mirë për të marrë laktobacile, bakterie të shëndetshme për stomakun, që gjenden në mënyrë natyrale te kastraveci. Por në rastin e kastravecit, lëngu i turshive industriale nuk ka probiotik sepse këto bakteri largohen gjatë përpunimit dhe fermentimit. Ndaj këshillohet të konsumoni lëngun e turshive të bëra vetë në shtëpi dhe kurse si ato të turshive të përpunuara. Lëngu i turshive ka sasi të lartë të vitaminës C dhe E që janë antioksidantë të shkëlqyer. Antioksidantët e mbrojnë organizmin nga qelizat e dëmshme ose si një ndryshe radikale të lira. Secili prej nesh që është i ekspozuar ndaj radikaleve të lira, ndaj një dietë e pasur me antioksidant, është gjithmonë një ide e mirë. Lëngu i turshive gjithashtu është i mirë për tretjen dhe mund të japë aspekte të mira mbrojtëse në këtë drejtim.